Ja ka zbritur edhe Zajmina më e bukur sonte deri tani ti je më e bukur. Përshëndetje, mi mbrëma. Mi mbrëma. Keni ardhur direkt nga Tirana apo keni? Nga Tirana. Si ndjehesh në të pirë në kuq në Kosovë, në Prishtinë? Si në Tiranë, si në shtëpinë time, shumë njerëzit janë shumë mirë pritës dhe unë ndjej veten gjithmonë shumë mirë në Prishtinë. Se je shumë e bukur, unë e di që je shumë e bukur, po më thuaj pak kush ka bërë kaq bukur dhe kaq seksi sonte? Për veshjen time, veshja është stiluar nga mua. Luku do doja të falenderoja parukieren time dhe grimieren time Elona Balaj. Dhe kaq. Me të zëtash motra, po? Mund ta ftojmë pak motrën? Eja. Motra të shoqëron motra, po pse jo një mashkull i bukur? Sot na thanë që duhet të vishesh si kuqezim dhe unë jam veshur me të kuqe dhe lash beliolën të vishe me zeza. Unë jam mashkull, nuk e di të jesh femër, ta shoqërosh një bukuroshe është motra jote natyrisht. Si ndihesh ti duke shoqëruar Zajminën? Lumtura në botë. Ti dukesh shumë bukur. Faleminderit. Komplimente dhe urime. Suksese. Në skenë Bashkim Shllakun, Miss Diaspora 2012 Loretën dhe nga reality show shumë i shiquar Big Brother Ermal Merdanin. Ftojmë në skenë. Apo shkon me marë se zgudzojnë, e mori njeri atje, mbeten. Merreni të dy. Faleminderit. Mi mbrëma, ju përshëndes gjithëve. Mi mbrëma, gjithashtu përshëndetje për gjithë. Mi mbrëma dhe gëzuar qindjetorën e parapasisë mbash shqiptarët. Filloj me nominimet, mos ta zgjasim shumë. Best Female. Me që është femër, po e prezentojmë dy të bashkë. Okej, Zajmina. Basjari. Okej, mi mbrëma të gjithëve. Faleminderit për duartërkitjet. Kjo mbrëmje ishte shumë e bukur. Jo vetëm se jemi mbledhur gjithë bashk, por sepse shkoj me shumë humor dhe do doja që gjithmonë kështu t'i shikoja të gjithëve bashk. Okej, të nis falenderimet. Sigurisht që në radhë parë do doja të falenderoja produksionin, veçanti Albanin. Faleminderit. Blerën për këngën. Një duartërkitje do doja të dëgjoja dhe për Çekiçin, duke qenë se është bashkëpunim me këtë këngë. Sigurisht Elona Bale, e cila kujdeset për lukun tim, dhe unë e di që tani ajo nuk e do këtë gjë, por unë do ta përshëndes sepse dua, sepse je njeriu më i rëndësishëm për mua. Dua të përshëndes motrën time dhe do doja një duartërkitje. Faleminderit.